Ne ndërkohë shohim dhe tabelën e Cërikut, e cila i referohet analizës që do të bëjmë edhe me dy miqtë e panelit, dhe këtu do ta doja ta nisja analizën me Indrit. Kjo është tabela e Cërikut, ku Florenc Doka ka, le themi, 75.51%, ka një rritje Partia Socialiste me 8.42%, Amarildo Hoxha, i cili është kandidati që mbështetet nga Partia Demokratike, ka një rënje me 13.89% krahasuar me zgjedhjet e vitit 2023, dhe Eligert Hima, që garon për herë të parë, është me rritje prej 5.32%, por nuk e kam të qartë, se ndoshta është për herë të parë. Është për herë të parë, dhe ndoshta këtu do doja një saksim më tepër. Po shkojmë pak edhe në Vlorë, se ajo ka qenë në një farë mënyre tabela më interesante. Okej, atëherë mas saksoj regjia, llogaritet janë me 11 majin e 2025. Prandaj le të themi kandidati i Cërikut kishte një rritje pasi krahasohesh votat e 2025-s, pra ku Shqipëria bëhet ka patur vota dhe në 11 maj. Në mund të them diçka për Vlorën, Po. Me qëra llafi Vlorës, po të kalosh tabelën e Vlora. Po, këtu është Vlora, po. Okej. Atëre, duhet kuptuar, po them, do preferoja që t'ishin në një mënyrë tjetër votat, t'ishin vota totale të marra. Pse? Sepse, për shembull, zgjedhjet e kaluara, në 2023-shin, PS ka pasur rreth 60% votave. Po. Tani ka rreth 80% votave. Dhe kur ti je 60% votave Po. në rastin e parë, dhe tani je 80%, ti duhet të kesh parasysh që të kanë edhe me 50% votuesit. Pra, nëse në rastin e parë, po themi, në 100.000 vota ti kishe marrë 60%, ke marrë 60.000 vota, në rastin e dytë, votat ty të kanë vajtur 50.000, dhe ti ke marrë 40.000, të duket sikur ke 80% votave. Fatikisht ti ke një rënje, në 60.000 vota ke vajtur në 40.000 vota. Pra, do preferoja që një tabel të ishe e tipit të tillë për të parë, sepse kanë rënje partitë politike të gjitha. Do të thënë, është mirë numri total i votave të marra në qarkun në rastin në 2023-shin, numri total i votave tani, dhe ti shikon, aty kuptohet për një herë rënja e partive politike ose rritja e partive politike. Ose ashtu iden. Jo, edhe një herë, krahasimi edhe një herë do doja me numër total votash, jo me përqindje. Vetëm një herë, mos ta ngatrojmë, nuk është me 2023-shin, por është me 11 majin e 2025-s. Pra vetëm pak muaj na ndajnë nga Jo, 2025 është për sa i përket votës në nivel sepse aty është nivel qarku, nuk e përcakton dot. Nuk e përcakton dot. Kështu që normalisht është vota 2023-shit. Në 2023-shin, PS-ja aty ka pasur, e parë një pjesëmarrje ishte 2 fish dhe kishte 60% votave. Tani pjesëmarrja ka rënë dhe ke 80%. Dhe ke 80%. Të duket sikur ke rekuperuar, po fatikisht ke rënje. Dhe e njëjta gjë edhe për partitë e tjera. Partia për shembull PD-ja duket rënje akoma dhe më tepër, themi atë që është. Por ajo që doja të kapja unë është pikërisht kjo rënje e mbështetjes edhe për partitë kryesore. Në Vlorë është e qartë, sepse ka marrë pjesë vetëm 12%. Nga 25 në zgjedhjet e kaluara. Dhe edhe ata të PS-s nuk kanë vajtur në votime. Do të thotë, ata që kanë vajtur para 2 vjetësh, nuk kanë vajtur. Dhe ky është një fenomen për të kapur që nëse po them, nëse ka mundësi të nxjerrë në tabel, jo mund të shohim zonat caktuara të qytetit si është krahasuar. Si është këtu jemi vetëm me numra, jo mos futemi me përqindje, vetëm numrat, sa kanë qenë atëherë sa janë tani në total. Pra, në momentin kur ka qenë radhës kaluar, në total PS-ja ka marrë X vota. Shikojmë se sa vota do dalin tani dhe kupton diferencën. Indrit? Unë mendoj se jemi në kushtet kur nuk ka një garë reale dhe një përplasje reale elektorale. Duke mos pasur një përplasje reale elektorale, nuk ka një mobilizim të votuesit. Qofse do të kishte pasur një përplasje reale, do të kishim dhe një mobilizim më të fortë të votuesit dhe ndoshta do të kishim dhe pjesëmarrje. Mirë po, këtu është parë
dhe është perceptuar si kur këto bashki fitohen nga pushteti, nuk është dhënë asnjë shenjë që opozita është mobilizuar për të fituar seriozisht, dhe kemi këtë fasadën, po themi, është pak a shumë si në zgjedhjet e vitit 2019. Për njerëzit e dinin që do fitoj Partia Socialiste sepse nuk ka kandidat, edhe disa shkuan, disa nuk shkuan, sepse rezultati dije, nuk kishte një tërheqje, nuk kishte loj, nuk kishte betej. Dhe në këtë radhë nuk ka pasur betej. Pra partia më e madhe e opozitës nuk është futur në zyrtarisht në betej. Pra dhe në këtë kuptim, edhe këto analizat statistikore bëhen relative. Nuk ka pasur betej. Partia më e madhe e opozitës nuk është futur seriozisht dhe zyrtarisht në betej. Po pse, Indrit? E din ata. Pra ata thonë që nuk do të futemi, do të bëjmë këtë... Pra, po më thua që nuk është ky niveli kaq poshtë i Partisë Demokratike në Vlorë. Po nuk ka se si tjetë niveli i Partisë Demokratike. Thjesht Partia Demokratike nuk është futur në zgjedhje. Është një lloj, në 2019 nuk u fut në zgjedhje, në 2021 mori 622.000 vota. Po. Pra thjesht këta nuk janë futur në zgjedhje. Nuk kanë dashur të sqarohen dhe një herë, nuk kanë dashur të shënohet si humbje, duan të fshihen pas kandidatëve të pavarur, janë 10 arsye, po them.